Baba na thej ke kusht në Ramazanin edhe të falë akşam me sabah, kam i blet esha për Bajram. Në muajin e Ramazanit, çdo besimtar ka një histori të veçantë me agjërimin. Për 75 vjeçarin Sulejman Meholli, kjo histori nis që në fëmijëri dhe vazhdon edhe sot. Ai tregon se agjërimin e parë e kishte nisur që në moshën 13 vjeçare, në një kohë kur familja dhe shoqëria kishin rol të madh në edukimin fetar. Madje ai duke buzëqeshur rrafën se si nxitej nga babai i tij në muajin e Ramazanit. Meninu është vullneti, dëshira, edhe një lloj kur i ki prind, janë qatë rrugë, atëre i ki ma let, baba na thej ke kusht në Ramazanin edhe të falë akşam me sabah, kam i blet esha për Bajram. Ishtë një lloj shtu jushje. Kështu që kena fillu qashtu edhe ose ne besa ndikoj edhe në shoqëri, në shkollë. Sot, edhe pse kanë kaluar më shumë se 6 dekada nga agjërimi i parë, ai thotë se ndjenja e Ramazanit mbetet e njëjtë. Dita e tij në Ramazan nis herët, teksa rrëfen për vëmendjen që i kushtoi syfyrit në familjen e tij. Ushqimi u kon i mirë, u rujt për net mëdhaja edhe për shembull Ramazan u kon si fest, si asesh u kon, kanë përgadit nëna kom pas shumë punëtore, kështu që kem hongër ushqim të mirë, kem pas shtaz, kem pas kështu që kem pas bilmet, kem pas tona, kem pas kështu që mirë. Su kon ushqimi i llojeve që janë sot, s'ka pas shumë lloje mirë, pa ato janë kon tradicionale dhe janë kon tuja të përditshme, tuja njëjta dhe të tjera, kështu që syfyrit i ka thonë ma shumë rëndësi, nona u që gjithë ka gatue tazë për çdo sefer, nona. Kështu që tash është lehtë të kije peshu me na pen zenë, po bëhet sikur me konë me pikë që tash. Kurse atëherë ajo s'ka flajt, ajo ka flajt 1 orë 2, mas iftari edhe o që u fli ka bo për shembull për sefer. Tanë që kem pas bilmet nisi me kose me këto sene, kështu që syfyria ka pas atë rolin kryesor se në iftar u hongër s'ka të gacisë që ato ka ofrua, se dita gjatë e qështu. Por përveç ushqimit dhe traditës familjare, Meholli kujton edhe atmosferën e veçantë që kishte lagjja e tij në Ramazan. Tuponi u paguhet tuponi dhe u ardhë çdo pej lagjës, në 3 lagje na kon. Të 3 lagjeve u shkua i ka vizitu me tupan, bum, nata, atër s'ka pas muzikë, s'ka pas televizora, s'ka pas sëzane, shatin, unë kështu që mirë me tupan. Ai tregon se si fëmijë e prisnin edhe një shenjë tjetër për kohën e iftarit, që i ka mbetur në mendje edhe në ditët e sotme. E kem pas një kohë dhe bash para shtëpisë tonë, ka qenë, u duft një 100 metra me shku dhe u duft xhamia Kurdhezit në Mushtre. Xhamia kur u des Kandvilat, në atë mija shkoj shumë pritë shumë aty, si dhe që të tonë të shtëpia të boj iftari, të boj shumë iftarës. Edhe në ditët e gjata të verës, kur agjërimi zgjasti deri në 15 orë, Meholli thotë se forca për ta përballuar vinte nga besimi. Shembull, kur ka qenë dita verës, atër ka qenë shumë vape, atër po veç ndihma Allahut se u konë 15 orë, 14 orë, për shembull, mos me hongër, mos me pi bile ujë, vera, vapa, krejt, po mirë, vullneti edhe ndihma Allahut, ka lënë edhe se heton. Për Sulejman Mehollin, Ramazani nuk është vetëm një obligim fetar, por një kujtim i gjallë i familjes, lagjës dhe traditës që është përcjell brez pas brezi. Mbi të gjitha është ibadet që afrohet te Krijuesi, e që për të është shumë i dashur ky muaj i Ramazanit.